Ne mendojmë se është dashur të mirë masa nga IPK-ja lidhur me këtë çështje. Si ka mundësi që dy persona me statusin e të dyshuarit vazhdojnë të jenë akoma në struktura udhëhecëse në një institucion që është i destinuar për parandalimin dhe luftimin e krimit? Ngjarja që dyshohet se komandanti i stacionit të policisë në Obiliq dhe zëvendësi i tij kishin sulmuar fizikisht një policë të ri brenda stacionit, i kishte shkuar për trajtim inspektoratit policor të Kosovës. IPK kishte dorëzuar kallëzim penal në prokurorinë themelore të Prishtinës ndaj komandantit të stacionit policor Zekeria Januzit dhe zëvendësit të tij Ajet Abdullahut për sulm dhe kanosje, por nuk kishte rekomanduar suspendim për asnjërin prej tyre. IPK-ja nuk e kishte parë të arsyeshme suspendimin e tyre, pasi konstatoi se të njëjtit nuk e pengojnë procedurën hetimore. Miral Banikshi, avokat e policit që dyshohet se u sulmua dhe u kanos brenda stacionit policor, vlerëson se IPK-ja është dashur të ndërmarrë masa ndaj dy zyrtarëve të dyshuar. Ne mendojmë se është dashur të mirë masa nga IPK-ja lidhur me këtë çështje dhe lidhur me dy të dyshuarit të rastit. Mirë po, një vendim i tillë ende nuk është marrë. Faza e kësaj procedure është faza hetimore pra në prokurori dhe ne presim që prokurori të vazhdojë tutje, të na njoftojë lidhur me çështjen nëse a do të mbetet te faza e hetimeve apo do të vazhdojë çështja në një fazë tjetër e cila do të rezultojë siç ne pretendojmë me ngritjen e akuzës. Ne kemi paraqitur disa parashtresa në prokurori lidhur me këtë çështje. Parashtresat kryesisht kanë të bëjnë me plotësimin e shkresave, që janë provat të tjera shtesë, të cilat prokuroria i ka marrë dhe shpresojmë shumë që t'i vlerësoj. Shqetësimin për mos suspendim të zyrtarëve të dyshuar e kishte shfaqur vetë polici që pretendohet se u sulmua në ankesën dërguar Komisionit për Ankesat të Policisë kundër vendimit për sistemimin për kohë të pacaktuar në stacionin policor të Prishtinës. Këta dy persona janë duke punuar në stacionin policor në Obiliq, vendin ku unë jetoj dhe kam familjen. Edhe nëse nuk jam duke punuar në atë stacion, ekziston mundësia që unë me ata persona të takohem në rrugë, në lokal apo edhe diku tjetër. Unë dua të kthehem në qytetin tim dhe të vazhdoj punën time si zyrtar policor aty. Mirë po, për shkak që ata ndodhen aty, unë ndjehem i brengosur për sigurinë time. Si ka mundësi që dy persona me statusin e të dyshuarit vazhdojnë të jenë akoma në struktura udhëhecëse në një institucion që është i destinuar për parandalimin dhe luftimin e krimit? Kjo ankesë është refuzuar si e pabazuar për shkakun se nuk ka provat e mjaftueshme që të nxjerrit një vendim tjetër lidhur me sistemimin e tij në stacionin policor në Obiliq. Pra rezulton se i njëjti është ende duke punuar në stacionin policor në Prishtinë e jo në Obiliq, aty edhe ku fillimisht është planuar si polici i ri. Në ditën kur pretendohet se ndodhi ngjarja, policia në stacionin policor në Obiliq ishte paraqitur pasi ishte ftuar nga administrata e këtij stacioni. Polici nuk ishte i uniformuar dhe në ato momente nuk i kishte armën zyrtare me vete. Kjo ngjarje dyshohet se kishte ndodhur në fund të vitit të kaluar.